Do të kërkoni një riaranjim të ri. Dorën në zemër, unë ende nuk e kam të qartë a e ka pranu lëvizja vetëvendosje marrëveshjen e Ohrit ajo. Sepse kemi pas qatë shumë kakofoni edhe qatë shumë qëndrime të ndryshme. Ndonjëherë na thuaj që është pranu, ndonjëherë na thuaj që nuk është pranu, kështu që çka bën Serbia bash hiç për shtypje nuk bën, se Serbia se ka pranu as marrëveshjen e Rambujës. Qartë, po çka bën Kosova, kjo po na intereson. Kjo ka qenë oferta ma e dopt që ka pranuar Kosova ndonjëherë. Nga një thirrje dhe zotim publik dhe jo vetëm me fjalë, po e shkruar e zezë në të bardhë, thirrjet për një marrëveshje finale me njohjen reciproke në qendër, ne kemi përfunduar me një marrëveshje e cila as nuk është finale, as nuk e ka njohjen reciproke në qendër, zoti Konjufsa, në preambul e ka, përveç tjerash, rezolutën 1244, dhe në preambul e ka po ashtu, të thënë në mënyrë eksplicite që shtetet, do të thënë palët, në fakt, pajtohen që nuk e pranojnë njëra tjetrin. Po unë mendoj që ky proces ka vdekur kështu siç është. Ka vdekur? Ky proces ka vdekur kështu siç është. Ne kemi humbur një mundësi të artë pas ndërhyrjes së paprovokuar të Rusisë në Ukrainë. Ka qenë një kontekst gjeopolitik jashtëzakonisht i favorshëm për Kosovën. Fatkeqësisht, thirrjeve të Bashkimit Evropian dhe SBA-ve për seriozitet dhe për angazhim konkret nga ana e qeverisë së Republikës Kosovës, lëvizja